Horoskopi ditor e shtunë, 31 maj 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 31 maj 2025. Dashi, pozicioni i hënës në shenjën tuaj sjell një rritje të energjisë dhe vetbesimit. Ka të ngjarë të tërhiqni vëmendjen me qasjen tuaj dinamike ndaj detyrave. Megjithatë, mund të ketë disa tensione në marrëdhënie. Është jetësore të dëgjoni në mënyrë aktive dhe të merrni në konsiderat perspektivat e të tjerëve. Me Marsin që ndikon në shtëpinë tuaj të karrierës, çështjet profesionale mund të kërkojnë më shumë vëmendje. Mund të hasni një shans për avancim, prandaj qëndroni vigjilent. Financiarisht është një kohë e mirë për të përgatitur për investimet e ardhshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Në frontin e shëndetit, kanalizoni vitalitetin tuaj në aktivitete fizike që ju pëlqejnë, pasi kjo do të forcojë mirëqenien tuaj mendore dhe fizike. Reflektoni mbi qëllimet tuaja këtë mbrëmje, ndoshta duke korrur tashmë shpërblimet tuaja. Një moment mirënjohje mund t'ju përqendrojë dhe t'ju përgatit për javën që po zhvillohet, duke siguruar qëndrueshmërinë e nevojshme për sfidat e ardhshme dhe duke ruajtur këtë ritëm optimist për të mbajtur vrullin. Horoskopi ditor i Demit, 31 maj 2025. Demi, energjia kozmike sot me ju inkurajon të përqendroheni në rritjen e brendshme dhe vetë-reflektimin. Ekziston një shans për të pastruar ankesat e së kaluarës, veçanërisht në marrëdhënie, pasi Venusi ndihmon në komunikimin shërues. Angazhohuni në biseda të thella me të dashurit për të forcuar lidhjet. Sektori juaj financiar përfiton nga mbështetja e Mërkurit, duke treguar një kohë të mirë për buxhetimin ose për të marrë me dokumente. Profesionalisht del qartësia. Një mentor ose koleg mund të ofrojë këshilla të vlefshme që çojnë në njohuri të reja. Në frontin e shëndetit, kënaquni me praktikat e kujdesit për veten. Masazhet ose meditimi qetësues mund të rivendosin ekuilibrin tuaj. Ndërsa dita mbaron, mund të ndiheni të tërhequr nga ndjekjet krijuese ose leximi i qetë, të cilat mund të frymëzojnë papritur aspirata personale ose profesionale. Lidhuni me natyrën nëse është e mundur sot. Ushtrimet e mbështetjes do të rrisin ndjenjën tuaj të stabilitetit. Përqafojeni këtë ditë ndërsa përgatiteni për transformime rigjallëruese që ja vlen t'i përqafoni. Horoskopi ditor i Binjakëve, 31 maj 2025. Binjakët, shtrirja e sotme sjell fokus dhe produktivitet, veçanërisht në komunikim. Me Merkurin, planetin tuaj sundues, të pozicionuar në mënyrë të favorshme. Tani është një kohë optimale për të shprehur idetë tuaja me besim. Qoftë duke prezantuar projekte në punë apo duke u angazhuar në diskutime pasuruese. Elokuenca juaj shkëlqen. Jeta juaj shoqërore mund të përmirësohet gjithashtu. Prisni takime ose biseda spontane që çojnë në aleanca të papritura. Financiarisht, merrni në konsiderat shqyrtimin e shpenzimeve të fundit dhe frenoni teprimet për stabilitet. Marrëdhënie duken dinamike, me potencial për shkëmbime të gjalla ose surpriza romantike nëse jeni të hapur ndaj përvojave të reja. Shmangni angazhimin e tepër të kohës suaj, duke lënë hapësirë për kujdesin ndaj vetes dhe relaksim. Zhytuni në libra stimulues ose projekte shkrimi këtë mbrëmje. Është thelbësore të ushqeni natyrën tuaj kurioze. Ndërsa nata afrohet, mund të dëshironi vetmi për të rimbushur, duke reflektuar mbi pushtimet e sotme ndërsa vendosni qëllime për një të nesër me gjallëruese ku vazhdoni ndjekjen qendrore të dijes në mënyrë aktive. Horoskopi ditor i Gafores, 31 maj 2025. Gafore, sot është ideale për vetanalizë dhe rilidhje me të dashurit. Me hënën që ndikon në ndjeshmërinë tuaj, mund ta gjeni veten duke u ndier intuitiv dhe empatik, duke kërkuar një kuptim më të thellë emocional në marrëdhënie. Ndani kohë për biseda kuptimplote. Shprehja e asaj që keni në zemër do të nxjisë lidhjet. Sa i përket karrierës, ju inkurajoheni të bëni një hap prapa dhe të rivlerësoni drejtimin tuaj. Frymëzimi mund të vijë gjatë kohës së lirë. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj. Rrethanat mund të kërkojnë rregullime financiare së shpejti. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, të tilla si krijimtaria ose reflektimi i qetë, të cilat mund të sjellin njohuri të papritura. Ndërsa dita kalon në mbrëmje, merrni në konsiderat një rutinë qetësuese për të lehtësuar stresin. Praktikoni vetëdijen ose shijoni një banjë të ngrohtë për të rimbushur trupin dhe shpirtin tuaj. Shprehni mirënjohje për gëzimet e vogla, duke njohur bollëkun e pranishëm në jetën tuaj. Pasi përforcimi pozitiv sjell paqe dhe stabilitet me sfidave të përditshme duke u përshtatur në mënyrë harmonike brenda ekuilibrit. Horoskopi ditor i Luanit, 31 maj 2025. Luani, me diellin që ushqen ambicien tuaj,
Sot është perfekte për të ndjekur ëndrat tuaja me vendosmëri. Ndërsa energjitë qiellore rrisin cilësitë tuaja të leadershipit, merrni iniciativë në mjedise profesionale. Kolegët ka të ngjartë mbështesin vizionin tuaj. Bashkëpunimi shkëlqen, por sigurohuni që planet tuaja të përputhen me qëllimet e ekipit. Perspektivat financiare duken premtuese. Megjithatë, tregoni kujdes me shpenzimet ekstravagante për të ruajtur sigurinë në të ardhmen. Romanca mund t'ju habis. Universi inkurajon biseda me zemër të hapur dhe eksplorimin e dinamikave të ndryshme të marrëdhënieve. Rritja personale është e afërt, synoni për reagime konstruktive. Në frontin e shëndetit, filloni aktivitete fitnessi për të ruajtur vitalitetin. Këtë mbrëmje, angazhohuni në ngjarje kulturore ose përpjekje artistike, duke ushqyer kreativitetin dhe frymëzimin tuaj. Ka të ngjarë të zbuloni perspektiva të reja ose ndjekje emocionuese që ju nxisin të ndërroni shumë. Sonte, reflektoni mbi arritje dhe aspiratat, duke lejuar që mendimet të rrjedhin lirshëm ndërsa qëllimet e ardhshme tërheqin qartësi në horizontet e rreshtuara nga besimi në rritje. Horoskopi ditori Virgjëreshës, 31 maj 2025. Virgjëresha, aspektet e sotme sjellin fokus në organizim dhe detaje, duke lejuar përfundimin me sukses të detyrave. Me Mërkurin që ndihmon komunikimin, prisni bashkëpunim të qetë me kolegët që mund të japin ide inovative. Mund t'ju kërkohet të merrni një rol udhëheqës dhe aftësitë tuaja analitike do të vlerësohen. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e shpenzimeve të fundit, duke siguruar siguri afatgjatë të strategjizuar në mënyrë efektive. Jeta juaj dashurore përfiton nga diskutimet realiste rreth planeve të ardhshme, duke nxitur një mirëkuptim më të fortë të ndërsjellë. Përqafoni ndjekjet krijuese në kohën tuaj të lirë. Përpjekjet artistike do të ofrojnë ekuilibër dhe frymëzim mes kërkesave rutinë. Sa i përket shëndetit, krijoni zakone të qëndrueshme dhe të shëndetshme që përputhen me qëllimet tuaja holistike. Këtë mbrëmje, relaksohuni me një rutinë relaksuese që ju pastron mendjen. Yoga ose shkrimi i ditarit mund të nxjisë një ndjenjë lehtësimi. Reflektoni mbi progresin e ditës suaj dhe vendosni qëllime për ditët pasuese, duke i dhënë përparësi si efikasitetit në përpjekje, ashtu edhe ushqyerjes së aspiratave personale dhe pikave të forta të lira për të lulëzuar. Horoskopi ditori Peshores, 31 maj 2025. Peshorja, 31 maj sjell një fokus në balancimin e aspekteve të ndryshme të jetës, veçanërisht marrëdhënieve. Kjo është një ditë për harmoni dhe mirëkuptim, e ndihmuar nga Venusi që forcon komunikimin. Kërkoni kompromis aty ku është e nevojshme, duke zgjidhur mosmarrëveshje të vogla që mund të lindin në lidhjet personale. Profesionalisht, bashkëpunimi është çelësi. Do të shkëlqeni kur punoni brenda ekipeve, duke kontribuar në suksesin e përgjithshëm. Financiarisht, është e mençur të rishikoni shpenzimet e fundit, duke sugjeruar masa për menaxhim të përmirësuar ndërsa vini re mundësi për strategji kursimi fitimprurse. Sa i përket shëndetit, eksploroni rutina të reja fizike ose meditim për mirëqenie optimale. Ana juaj krijuese mund të dëshiroj shprehje sot. Merrni në konsiderat angazhimin në art ose muzikë për të ngritur moralin. Merrni pjesë në tubime shoqërore ose komunitete online, duke ringjallur lidhje që frymëzojnë. Ndërsa relaksoheni sonte, përqafoni mirënjohjen për harmoninë e arritur, duke reflektuar mbi njohuritë e reja. Lejoni që mendimet e paqes dhe kënaqësisë t'ju përgatitin për angazhime të ardhshme të mbushura me hir, bukuri dhe përmbushje emocionale. Horoskopi ditori Akrepit, 31 maj 2025. Akrepi sot fton në eksplorimin e të vërtetave dhe emocioneve më të thella, duke nxjerrë në pa energjitë fuqishme transformuese. Me Marsin që inkurajon vendosmërinë në çështjet profesionale, mund të gjeni mundësi për avancim. Megjithatë, qëndroni të kujdesshëm për të mos shkelur në mënyrë të pahishme. Diplomacia është thelbësore. Në frontin financiar, rivlerësoni investimet ose buxhetet për të siguruar sigurinë themelore, duke njohur fushat për rritje të mundshme. Në marrëdhënie, thellësia emocionale dhe ndershmëria mund të forcojnë ndjeshëm lidhjet. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat aktivitete si stërvitje intensive ose enigma stimuluese mendore për të kanalizuar energjinë tuaj dinamike pozitivisht. Kaloni kohë në introspeksion. Mbajtja e një ditari ose meditimi mund të ofrojnë qartësi mbi çështje komplekse ose sfida në zhvillim. Këtë mbrëmje, kërkoni ngushëllim në ndjekjet krijuese ose reflektim të qetë, duke lejuar që njohuritë tuaja intuitive të kristalizohen.
Përqafoni misteret e jetës, duke njohur qëndrueshmërinë dhe aftësinë tuaj për ndryshim. Përparoni ngadalë në përpjekjet personale, duke besuar në transformim të udhëhequr fuqishëm nga instinkti dhe përvoja drejt forcës së ri për të rirë dhe thellësisë që qëndron intensivisht. Horoskopi ditor i shigjetarit, 31 maj 2025. Shigjetari, kjo ditë inkurajon aventurën dhe të mësuarit, me Jupiterin që rrit kërkimin tuaj për dije. Konsideroni regjistrimin në një kurs të ri ose eksplorimin e kulturave të huaja për frymëzim. Planet e udhëtimit mund të shfaqen. Profesionalisht, qasja juaj entuziaste tërheq mundësi për zgjerim. Përqafojini këto shanse, por qëndroni të kujdesshëm ndaj angazhimeve të tepërta. Financiarisht, mendoni për rritjen e kursimeve drejt udhëtimeve të ardhshme, duke ndihmuar në mbjelljen e zhvillimeve të mundshme themelore. Marrëdhëniet përfitojnë nga hapja dhe bujaria. Dëgjoni ose ndani filozofitë tuaja me të dashurit për të forcuar lidhjet. Nga ana shëndetësore, një ekuilibër midis ushtrimeve dhe relaksimit është i rëndësishëm. Merruni me aktivitete në natyrë ose sporte rekreative për rigjenerim. Këtë mbrëmje, eksploroni rrugë krijuese ose angazhohuni në aktivitete që ushqejnë si mendjen ashtu edhe shpirtin. Ndërsa dita po mbaron, reflektoni mbi përvojat e fituara, mirënjohje mbi të gjitha në shqyrtim, duke lidhur horizonte të gjera të së ardhmes, të pasuruar frymëzues duke shkelur me guxim terrene të reja dhe duke lulëzuar me forcë në mënyrë të pavarur. Horoskopi ditor i Bricjapit, 31 maj 2025. Bricjapi, yjet e sotëm inkurajojnë disiplinën dhe planifikimin afatgjat në jetën profesionale dhe personale. Me ndikimin e Saturnit, përqendrohuni në objektivat e karrierës, duke përcaktuar rrugë të qarta drejt arritjes. Puna e palodhur dhe përkushtimi bëhen gur themelit të progresit. Prandaj kërkoni në mënyrë aktive mundësi për përmirësimin e aftësive. Financiarisht, buxhetimi bëhet thelbësor. Synoni për një qasje konservatore që siguron stabilitet. Në marrëdhënie, durimi është i nevojshëm. Gjestet e vogla dhe të menduara mirë mund të thellojnë lidhjet, duke ndërtuar më tej besimin. Kushtojini vëmendje mirëqenies fizike. Ushtrimet e vazhdueshme ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të energjisë nën kërkesa në rritje. Ndani kohë për ndjekje krijuese ose hobi për të shkëputur nga rutina, duke ushqyer shpirtin tuaj. Reflektoni mbi qëllimet aktuale dhe përshtatni planet për rritje të qëndrueshme këtë mbrëmje, duke siguruar një përputhje të rinovuar me vlera thelbësore. Meditimi ose kontemplimi i qetë mund të ofrojnë njohuri, duke ndihmuar në vizualizimin e ambicieve afatgjata. Përqafoni mençurinë e përvojës, duke ecur me besim drejt përmbushjes së aspiratave, ndërsa disiplina ankoron vazhdimisht përparimin me zell me praktikë të matur të frytshme. Horoskopi ditor i Ujorit, 31 maj 2025. Ujori, fryma juaj inovative shkëlqen fort ndërsa energjitë kozmike nxjerrin në pas zgjidhjen krijuese të problemeve. Sesionet e shkëmbimit të ideve çojnë në përparime emocionuese. Mos hezitoni të ndani ide jo konvencionale. Bashkpunoni ngushtë me kolegët, duke nxitur një mjedis pune gjithëpërfshirës. Financiarisht, rivlerësoni trajektoret aktuale, duke kërkuar metoda inovative për optimizimin e burimeve. Dinamika e marrëdhënieve mund të ndryshojë. Angazhohuni në dialog të hapur për të eksploruar perspektiva të reja duke pasuruar lidhjet më thellë. Nga ana shëndetësore, aktivitetet në grup ose ngjarjet komunitare rrisin mirëqenien dhe mbështetjen emocionale. Ndërveprimet shoqërore janë parësore sot. Angazhohuni me komunitete të ndryshme personalisht ose në internet, duke zgjeruar shtrirjen e rrjetit tuaj dhe duke shkëmbyer me zgjuarsi ide. Inkurajoni shprehjet autentike brenda sferës së miqësive, duke mirëpritur angazhime transformuese. Këtë mbrëmje, zhytuni në projekte personale që ngopin kuriozitetin intelektual ose përpjekjet krijuese, duke rigjallëruar shpirtra. Ndërsa dita mbaron, reflektoni mbi sukseset bashkëpunuese, duke ushqyer aspirata që mbështesin vizionet tuaja unike, ndërsa vitalitetet rrjedhin pafundësisht siç zbulohen gjerësisht. Horoskopi ditor i Peshqve, 31 maj 2025. Peshqit, dita e re ofron ndikime ushqyese, duke lehtësuar njohurit të thella emocionale sot. Rritja e brendshme bëhet e pashmangshme, e udhëhequr nga energjitë e dhëmshura. Përshtatuni me intuitën, duke e përdorur këtë për shërim emocional dhe qartësi në marrëdhëniet personale. Profesionalisht, miratoni një qasje pragmatike ndaj menaxhimit të detyrave, duke ju drejtuar sfidave me empati. Financiarisht, reflektimi përforcon stabilitetin. Monitoroni shpenzimet dhe planifikoni kursimet për sigurinë në të ardhmen. Marrëdhëniet përfitojnë nga cenueshmëria dhe empatia,
merrni në konsiderat biseda të sinqerta për të kapërcyer boshllëqet ose për të zgjidhur keqkuptime. Angazhohuni në hobi krijuese si piktura ose muzika për harmoni shpirtërore për të ruajtur ekuilibrin e shëndetit fizik. Ndërsa dita po mbaron, hyni në qetësinë e brendshme përmes meditimit ose reflektimit të qetë. Kjo është jetike për përpunimin e emocioneve të ndjera. Përqafoni lidhjet sentimentale me ngrohtësi, duke u afruar më shumë me të dashurit dhe qëllimet e çmuara. Mos harroni përparësitë të riorganizuara energjikisht me qëllim në mirëkuptim të vazhdueshëm të ndërsjellë, duke formësuar me vendosmëri të ardhmen të shikuar me dashuri dhe hir delika. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.